Janë antioksidanti fort, bëjnë pjesë në grupin e pemëve të emta dhe kanë tregun e sigurt. Po bëhet fjalë për aroninë. Kran, është e mjaftueshme për mëngjes me ongër kaç. Vije fjala një gjysmë grushti kushtimisht, edhe mbrëmje. Po foli për ata të cilët janë të shëndetshëm dhe të cilët insistojnë për me ruajtur shëndetin e tyre. Por ndryshe, ata të cilët janë dhe kanë shëndet të dopt, apo kanë probleme shëndetësore, si që është tensioni, ose si që janë problemet me sheqer, ose si që janë problemet me imunitet dobët, edhe të natyrave të ndryshme, rekomandohet pak më shumë me hongër, mirë po pa kalu limitin, sepse teprimi i aronis mundet me shkaktue mërzitje të luktit, mundet me shkaktue një farë lodhje të trupit mandena, sepse me një randi s'mundesh me bo mirë. Është e njëjta sikur me i teprua edhe ilaqet të cilat i ka dhënë mjeku, brenda ditës nuk mundesh mu shërua, se ka dal. Edhe kjo rekomandohet patjetër. Edhe kjo rekomandohet në këtë formë, rekomandohet në mënyrë të langshme mu pi, edhe rekomandohet që mu marrë në mënyrë të fatë, të më dhonë fahan këto, edhe pastaj na i hanë gada. S'kena akoma i prit, më pa. Jo, patjetër, du të mi provu të tash. Kroni, këtu në këtë plantacion janë diku rreth 8 hektar e gjys, pak më poshtë, pasi përfundon rrethoja janë edhe 1 hektar veç, dhe në një vend tjetër i kemi diku mbi 10 hektar, domethënë është në hymje të qytetit Prizrenit, apo në veri kur kthesh prej autostradës. Këtu është plantacioni i parë që është në mbjell. Sa mbjell ti? Aktualisht ky plantacion është diku rreth 4 vite, që po shoh në këtë format, edhe kanë filluar po shef edhe degët tash më forcue, nuk janë më të holla. Duke qenë se nuk sulmohet nga insektet dhe dëmtuese tjerë, aronia zakonisht kultivohet pa përdorimin e pesticideve. Për mbi 20 hektar parcela, gjatë pjesës më të madhe të vitit përkujdesen 5 punëtorë, por vjelja mbetet pjesa më ngarkuar. Kemi pas rreth 40 punëtorë sezonal, po foli për 2 muaj, 3 muaj, 40 punëtorë, të cilët kryesisht e kanë vjel me dorë dhe ka qenë që aronia murujt. Po kur kemi pa që teknologjia ka arrit deri në qëtë nivel, atëherë kemi pa që është ma e kollajshme. Megjithatë, punëtorët apo diku rreth 15% e aronisë, edhe përkundër që vjelet me mashinë, megjithatë duhet mu vjel me dorë, për shkak se degat janë ende të holla dhe kanë ra për toke. Domthonë këto që janë më për toke, duhet patjetër me mbledh të gjitha me dorë, më për kujdesi që mos mu dëmtua. Edhe punëtor përsëri ekstra, tash këtë vit po bëjmë plan që i pas diku rreth 20 punëtor të cilët kanë mi vjel edhe këtë 15%, eventualisht 20% sa ngelën për to. Kultivimi i kësaj bime në vendin tonë filloi në vitin 2012 në fshatin Hertic, ndërsa duke u bazuar në kërkesat e tregut, aronia sot ka shtrirje në pothuajse të gjithë vendin. Tregu aktualisht është i mbrëmshëm, për arsye se për me depërtuar tregun e jashtëm nuk është e mjaftueshme mi pas 20 hektar ose 30 hektar. Domthonë duhet niveli po folim me ton, me nxjerr jashtë vendit aronin dhe kemi rreth 30 ton në tregun e mbrëmshëm, që aktualisht është ende në përpunim me sipër në çdo detaj. Mandena a shit në prest, si thot apo si? Shesim kryesisht si të langsh, mirë po edhe në si të freskët shesim, dhe për këtë arsye ende kërkohet me pas friza të mëdhenj, kërkohet që të cilat në vazhdimsi jemi to i rregullua dhe të i prunë nivelin e duhur që me qenë të standardeve dhe të vulles CE për Bashkimin Evropian e për mësim.
Në bazë të literaturave mjekësore, konsumi i aronis rrit imunitetin, zvogëlon sasinë e sheqerit në gjak, apo ul gjasat për atak në zemër. Një përparësi tjetër është se e pastron mëlçin dhe organizmin si tërësi nga metalet e rënda dhe elementet radioaktive, që janë edhe arsyeja se pse preferohet gjatë dhe pas trajtimit me kemioterapi. Çdo kush që e ka një tokë sale me shkuat dom, ja vlen. Vetëm që kërkohet pak me marrë masat, për shembull, që me rujt tokën prej bimëve të padëshirume për aronin edhe me bo sistemin pik-pik të ujtë. Në ushqy ka një herë. Pa tjetër shumë.